Allahu Gjeleshanuhu ibadetin, adhurimin në islam e ka bë të lirë prej ndërmjetësimit. Pra, unë për shembull, nëse falem, ja si që kanë për shembull ndërmjetësimin jo këto krishterët apo katolikët, vetëm shkon nëpërmjet kujt? Nëpërmjet atij priftit. Ndryshe për shembull nuk ka adhurimi apo falja tek Allahu Gjeleshanuhu nuk shkon. Do të shkosh te prifti, edhe prifti ka punë me Zotin, do të falen gjunahet edhe kryhet puna. Tash mos e ngatrojmë këtë bisedë ne me atë bisedën e javës së kaluar. Ajo ishte diçka tjetër. Për hir të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për shembull kërkon te që Allahu Gjeleshanuhu, prej Allahu Gjeleshanuhu kërkon, prej Allahu Gjeleshanuhu që të çroj apo të shtoj bereqetin, a kjo kërkon prej kuj? Prej priftit, prej njeriu kërkon që ti nuk ke punë me Zotin. Ti nuk ke punë me Zotin. Po pse i ngjan kjo? Kësa që është e lejume, i ngjan mu për atë se për çfarë arsye? Mendoj se u kujtohet se bazën e kanë të njëjtë. Ata e kanë deformu të vesulin, keni parasysh. Ndërsa ne nuk e kemi të deformume. Se mundët t'i shkruaj ndërmend dikujt, ashtu a thu vallë, pse paska të vesul edhe te ata edhe te ne? Se baza, esenca është e njëjtë. E njëjtë është, prej pejgamberëve ka ardhur. Ndërsa këta e kanë deformu, ne do të thonë muslimanët nuk e kena deformu.